Shfaqja e një sëmundje epizodike në Greqi ka shtuar masat parandaluese për mbrojtjen e blegtorisë në vendin tonë. Shefi i shërbimit veteriner në qarkun Shkodër, Mark Preçi, bën me dije se kjo sëmundje prek kryesisht kafshë dythundrake, si baktitë e imta dhe të trasha, duke sjellë pasoja të rënda në ekonominë së përhapet. Ai thekson se vigjilenca është rritur tek fermerët, të cilët janë udhëzuar të raportojnë çdo rast të dyshim pranë veterinarisë së zonës. Në gjuhën popullore njihet si sëmundja e shapit. Është një sëmundje virusale. Shkaktari është një virus dhe është sëmundje shumë përhapse. Dhe kjo sëmundje prek kryesisht vetëm kafshët dythundrake, do të thonë prek gjellat, të imtat dhe derrat. Dëmi nga kjo sëmundje konsiston në faktin që bjen aftësitë prodhuese, me fjalë aftësitë prodhuese dhe riprodhuese të kafshëve, dhe mbi gjitha shkakton edhe ngordhje. Ndërkohë, për të frenuar çdo rrezik të mundshëm është vendosur bllokimi i qarkullimit të kafshëve dhe produkteve me origjinë shtazore nga dhe drejt Greqisë. Autoritetet po ushtrojnë kontroll të shtuar dhe në pikat kufitare, ndërsa vëmendje veçantë është kushtuar monitorimit të lëvizjeve drejt Malit të Zi, që konsiderohet si vend tranzit. Aktualisht shteti jonë nuk lejon as importin dhe as kalimin tranzit të kafshëve të gjalla nga shteti i Greqisë. Pra, domethënë shteti i Greqisë është një shtet që është futur në karantinë. Në këtë kuadër, domethënë edhe shërbimi veterinar i qarkut Shkodër po punon intensivisht me kecën e ime rreth kufitar. Ajo që po kërkoj domethënë edhe insistoj është fakti që fermerët duhet të evitojnë shumë lëvizjet e kafshëve pa kriter, meqenëse se një nga shkaqet e prapës mund të shtojë lëvizja e kafshëve në mënyrë të pakontrolluar. Shërbimi i veteriner apelon për bashkëpunim nga fermerët dhe subjektet tregtare me qëllim mbajtjen nën kontroll të situatës dhe parandalimin e përhapjes së sëmundjes.